Kryeministri britanik ka marrë një letër të hapur me firmat e më shumë se 400 muzikantëve, shkrimtarëve dhe artistëve britanik, ku shkruhet se duhet të përditësojë ligjet për të drejtat e autorit në një mënyrë që i mbron ata nga inteligjenca artificiale. Dua Lipa, Elton John, Ian McKellen dhe Florence Welch janë në mesin e këtyre personave të famshëm, që theksojnë se mungesa e një mbrojtjeje të tillë do të nënkuptonte që ata praktikisht t'i adhurojnë punën e tyre firmave të teknologjisë. Nga ana tjetër, ata vënë në dukje se në rrezik është dhe pozicioni i Mbretërisë së Bashkuar si një fuqi krijuese. Artistët duan që kryeministri të mbështesë një amendament që projektligjin e të dhënave, i cili tu kërkonte zhvilluesve të jenë transparent me pronarët e të drejtave të autorit në lidhje me përdorimin e materialit të tyre për të trajnuar modelet e inteligjencës artificiale. Një zëdhënës i qeverisë tha se ne duam që industritë tona krijuese dhe kompanitë e inteligjencës artificiale të lulëzojnë. Kjo është arsyeja pse jemi duke u konsultuar për një paketë masash që shpresojmë se do të funksionojë për të dy sektorët. Por e kemi të qartë se asnjë ndryshim nuk do të merret parasysh nëse nuk jemi plotësisht të kënaqur që ata të punojnë për krijuesit, shtoi ai. Firmëtarët e tjerë përfshin dramaturgun David Hare, këngëtarët Kate Bush dhe Robbie Williams. Letrën e ka nënshkruar edhe Paul McCartney, i cili në muajin janar i tha BBC-s se ishte i shqetësuar se inteligjenca artificiale do të shkatërrojë artistët. Ne jemi krijues të pasurisë, ne reflektojmë dhe promovojmë histori kombëtare, jemi inovatorët e të ardhmes dhe inteligjenca artificiale ka nevojë për ne, pa sa ka nevojë për energji dhe aftësi kompjuterike.